Përshëndetje, sot po përgatisim një ëmbëlsirë tepër të sheshme me miell misri. Fillojmë. Së pari, për recetën na nevojiten vezë, 6 vezë, por do t'i ndajmë të verdhat veçmas, të bardhat veçmas. Kështu e përgatisim revanin me miell misri. Tash vazhdojmë edhe së pari marrim të verdhat e vezës. Vazhdojmë edhe shtojmë sheqerin. Të verdhat e vezës do t'i bëjmë bashkë me sheqerin. Dhe gjithsej, për këtë recetë do të përdorim 6 lugë të gjellës me sheqer. Është pra recetë e revanis që përgatitet me të njëjtat sasi, sa vezë, aq edhe lugë sheqer. Vazhdojmë edhe e rrahim me mikser derisa të formohet një shkumë e bardhë dhe e trash. Si duhet të duket, e shohim videon në vazhdim. Vazhdojmë me rrahjen derisa të trashen. Besoj se për 2-3 minuta do t'i kemi gati. Tani, siç po e vëreni, vezët janë gati, janë rrahur mjaftueshëm dhe sheqeri është të rritur mirë. Pasi t'i kemi gati të verdhat, vazhdojmë edhe rrahim të bardhat e vezë. Gjithashtu, edhe të bardhat do t'i rrahim derisa të na formohet shkumë e bardhë. Por, tash siç do ta shikoni, shumë shpejt po formohet shkuma, edhe sigurisht do të merr ngjyrë të bardhë shpejt, por që akoma nuk e ka fituar atë dendsinë apo trashësinë e duhur. Dhe siç mund ta vreni këtu, pas pak kohe, duke rrahur me mikser, të bardhat e vezë kanë marrur pra trashësinë e kremit që e përgatisim për ëmbëlsira. Edhe mund të themi që janë gati. Pasi që i kemi gati, tash i bëjmë bashkë të bardhat edhe të verdhat e vezë. Nëse do të veproni kështu, revania me miell misri do t'ju bëhet perfekte. Vërtet nuk do ta ndryshoni asnjëherë këtë recetë, edhe këtë mënyrë të përgatitjes. Do t'i bëjmë bashkë duke i përzier me lugë, pra tani nuk na nevojitet më mikseri, por veç me lugë i përzim derisa të bashkohen vezët. Dhe tani vazhdojmë edhe shtojmë miellin e misrit. Këtu do shtojmë miell misri përafërsisht 6 lugë të gjellës. Pra, nëse recetën e përgatisni me 6 vezë, do të shtoni 6 lugë sheqer edhe 6 lugë të gjellës me miell misri. Miell misri i bler në markete. Një pak o pluhur për pjekje, edhe tash krejt po i bojmë bashkë, duke i përzi derisa të formohet brumi mirë, pra të përzihen të gjithë përbërëset. Dhe tash pasi që i kam përzi mirë, tash të shikojmë brumin se si është. Kështu duhet të jetë brumi. Tash marrim tepsinë, ku do të bëjmë pjekjen e revanies. Tepsien, siç po e shikoni, e kem lyer me gjalp ose me margarin, por deri në maje, në të gjitha anët. Edhe hedhim brumin, pra të revanis, e pastaj revanien do ta pjekim në temperaturë 160 gradë. Furrën e shporetit duhet ta nxehni mirë para se me shtime e pjekë ëmbëlsirën. Tash e pjekim në temperaturë 160 gradë. Kështu e pjekim për 22 deri në 25 minuta. Dhe tani, revania është gati, e leni të ftohet. Vazhdojmë që të përgatisim shërbetin. Në tenxhere hedhim gjithsej 3 gota me sheqer. Gota që po përdori është gotë që i ka 200 ml. Shtojmë ujin, pra 2 gota ujë
edhe 2 të tjera, pra 4 gota me ujë. Gota është e njëjtë që po e përdor për të përgatitur shërbetin. Pra, thash 3 gota me sheqer edhe 4 gota ujë. Gotën e njëjtë do ta përdorni. Pasi që ta përzi mirë, e leni kështu të vloj. Sa po të filloj me vlu kështu, do t'ja ndalni temperaturën në mesatare, edhe e zieni për 15 minuta. Pastaj, me njëherë do të shtojmë, pasi të zihet, një pako sheqer vanilje edhe lëng limoni, për afërsisht pra një lugë të gjellës. Dhe tash e përzim edhe e lo pak që të ftohet për 2-3 minuta. Pasi që të ftohet 2-3 minuta shërbeti, edhe revania është ftohur pak, tash vazhdojmë edhe ja shtojmë shërbetin. Pra, revanin e kam lanë me uftof derisa e kam përgatitur shërbetin. E shtojmë shërbetin të tërin, sepse ky shërbet është i mjaftueshëm për këtë recetë, pra është fiks sa duhet, nuk do t'ju teproj. Dhe kështu pastaj revanin, pasi ta përgatisim, do ta lëm që të ftohet mirë, sepse revania është më e mirë kur është e ftohur. E leni në frigorifer të ftohet të rësisht. E pasi të ftohet, do ta ndani në pjesë. Unë e kam nda kështu në pjesë të vogla katrore, e ju mund ta ndani si të doni, formën mund t'ja jepni të ndryshme. Për shkak që kam përdor një tepsi katrore edhe kështu më lehtë, pra më errët me e prej. Tash vazhdojmë edhe mbi mund t'i hedhim pak fëstëk, ose mund ta leni edhe ashtu siç është, mund t'i hedhni pak kokos dhe në gjithçka sipas dëshirës suaj. Kjo ishte receta të dashurmit që unë e kisha përgatitur për ju sot, shpresoj që do ju pëlqej. Është vërtet një recetë që ja vlen me provu sepse përgatitet shpejt, por edhe ka një shije tepër të mirë. Nëse do ta provoni, ju bëf mirë. Nëse ju ka pëlqyer receta, mos harroni ta ndani me miqtë tuaj dhe të jepni një like. Deri në receta të tjera të ndryshme, do të shihemi shumë shpejt. Mirëmbëjtje.